Dosja Epstein ka kaluar në një nivel skizofrenie të dezinformimit online. Në rrjetet sociale po qarkullojnë video dhe pamje të krijuara me inteligjencë artificiale, të cilat pretendojnë në mënyrë të rreme se janë pjesë e dosjes së Jeffrey Epstein. Shumë persona kanë hapur faqe të reja vetëm për të shpërndarë këtë përmbajtje të krijuar me inteligjencë artificiale. Ndërsa pjesa më shqetësuese është se në disa prej këtyre pamjeve shfaqen edhe fëmijë. Ky dezinformim ka krijuar keqkuptime serioze tek publiku. Më konkretisht, në një postim të publikuar nga një influencer, shfaqet një foto që pretendohet si e marrë nga dosja Epstein, ku hidhen hipoteza se në pamje shfaqet këmba e një fëmije. Në një tjetër rast, një pamje gjeneruar me inteligjencë artificiale pretendon se tregon një fëmijë 3 vjeçar në ishullin famkeq të Epstein që mbahet i lidhur, por asnjë nga këto pamje nuk është reale. BBC dhe Associated Press News kanë verifikuar gjithashtu disa foto të pavërdeta që qarkullonin në rrjet dhe bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Zoran Mamdani, kur ishte fëmijë së bashku me nënën e tij, i cili ishte pranë Epstein, dhe pranë Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtores më të afërt të Epstein. Mediat ndërkombëtare kanë paralajmëruar se përmbajtja e krijuar me inteligjencë artificiale po e bën gjithnjë më të vështirë dallimin mes reales dhe të rremes, si edhe verifikimin e burimit të këtyre pamjeve.